E të dashëm që rikëthujem në studio për të vazhduar mysafirjen për të nësoqme dhe unë në studio kam të ftuar një videograf i cili është shumë i suksesshëm në profesionin e tij dhe për herë të parë në studion e emisionit ton Weekend vjen Albert Çanga. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Sa kënaqësi të kemë në studio. Si Albert? Kënaqësia është e imja, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi edhe imja, mund të ulesh, të akomodohesh sepse sot do flasim shumë çka me ty. Ndoshta t'jesh edhe motivues për gjithë ata cilët edhe e duan këtë profesion dhe do t'i ndihmosh pak a shumë për gjithë ato pyetje që i kanë në kokën e tyre. Fillimisht dua të di se si kalon një vikend yti. S'po flas për sezonin dimror tani që po pushon ndoshta çet periudhë në janar, por nuk e dihet sepse tani edhe gjatë sezonit dimror ka angazhime. Realisht sapo e mbarom sezonin e dimror, domethënë patëm një sezon i shkurt është, kjo sezoni i dimrit me darsma, incizime. Njëkohësisht unë dua të them se nuk punojmë vetëm me darsma, ne incizojmë edhe pjesët e tjera të ahengjeve, si për shembull ndonjë ditëlindje, ndonjë party ose ndonjë reklam biznesi, që do me thonë zakonisht këto bëhen vikendeve, sepse vikendeve të gjithë gjejnë kohë për të realizuar këto incizime. Dhe kjo është. Do me thënë një vikend yti është sërisht me punë, po kur nuk je në punë, si ja kalon ditën? Kur nuk jam në punë, çdo herë do me thënë ka punë një videograf. Është shumë e vështirë të rrim neve pa punë, nga që kur realizojmë incizimit, nëse një incizim e kemi bërë sot, dhe normale do të editohet dhe të montohet, dhe ajo ka shumë punë, ajo do të realizohet në ditët tjera, për shembull nesër, mbas nesër, që do me thënë nëse në vikend e kemi bërë realizimin incizimin, gjatë ditëve brenda javës duhet të bëhet editimi dhe montimi i videos, kështu që vazhdimisht jemi në angazhim. Albert, na trego kush është Albert Çanga për gjithë ata cilët nuk e njohin? Albert Çanga është një videograf për momentin, kam një studion time në Tetov. Neve incizojmë nëpër darsma, bëjmë fotosesione, realizojmë incizime të llojeve, të këtë mënyrave të incizimeve që mund të jenë. Si nisi karriera ime, mund të them pak si rastësisht, është një histori shumë e gjatë, por pasi koha është e limituar dhe nuk mund të flasim aq shumë gjatë, unë do ta bëj me shkurtesa. Historia si videograf nisi me një telefon ose smartphone, domethënë iPhone-i, me 12 Pro mos gaboj, para 4 viteve, 5 vite kur doli. Atëherë unë nisa të incizoj me iPhone, video të ndryshme në për bizneset të shoqërive që kishëm, edhe në ato biznes ku punoja, isha punëtori i asaj biznesi në një firme. Edhe incizova rastësisht disa video, e montova, dhe rastësisht patëm interesim shumë të madh të njerëzve, njëri bën një reklam, tjetri një reklam, duke bërë, dhe më pas vazhdova pjesa e kodrës së diellit. Ku në kodrë diellit ne vazhdojmë të jemi një grup që quhet Kodra Freeriders. Aty kemi bërë video shumë të mira për kodrën e diellit, duke promovuar, por përsëri do të ceket se kjo është bërë me një telefon, pa ndonjë pajisje profesionale, kamera apo ku e diun. Do të thonë nga një telefon? Nga një telefon, unë sot posedoj një studion time me kamera, me punëtor, me të gjitha pajisjet të cilët brenda 4 viteve. Brenda 4-5 vite. Po më trego, a ke pasur pasion që nga fëmijëria yte për këtë profesion, apo si është erdhe aty për aty? Realisht të them kam pasur pasion, edhe në shkollë kur isha. Atë na trego pak më në detaje këtë pjesën e pasionit dhe pse u ndërpre dhe si u rikthy sërish? Edhe në shkollë, si thash, kur isha në shkollë, domethënë te kjo pjesa e video multimedias që kishte lënë të tilla në fakultet, sidomos isha më i fokusuar dhe për herë gjesha diçka, mirësha ndonjë kamerë të vjetër, boja ndonjë foto, me aq sa kisha mundësi. Dhe normal dikush i pëlqente kjo, po atëherë ishin kushtet pak më të vështira, normal. Përndryshe, si u ndërpreva, si u ndajta nga kjo ishte kur e mbarova shkencat kompjuterike në fakultet, i diplomuar, edhe përfundova fakultetin, u fokusova në shkencat kompjuterike, vazhdova të punoj si inxhinier informatikës, siç thash në një biznes privat, dhe nga aty
kur e bleva iPhone-in, telefonin, dhe më thënë nisi kjo pjesa tjetër si videograf, që e ceka pak më herë. Okej, dhe më thënë gjithë shka ishte pasion vetëse fëmijëror, por që me kalimin e kohës... Me kalimin e kohës e gjeta vetën, si që thonë... Dhe sërisht aty je ku kam dashur të jem. Ku t'ke dashur të jem. Më mirë vonë se kur. Pa të sas njerë, shumë e vërtet. Po më trego, e ke besuar ndonjëherë që do arrish këtu ku je tani? Deri diku po, po jo edhe kaq shumë. Jo edhe kaq shumë. Familjarët si pritën këtë fushë të ndën? Familjarët akoma janë, do më thonë, të shokuar, sepse biznesi fillon të hapet më shumë, jo të mbyllet, dhe normal kërkohen më shumë pajisje, kërkohen më shumë punë, edhe ato habiten se si arritëm deri këtu, por normal unë dua të them se me pasion, me vetë besim, arrin gjithçka. Gjithçka arrin. Më trego çfarë të tërheq më shumë, fotografia apo videografia? Unë punoj si videograf, unë më shumë bëj pjesën e incizimeve dhe normal gjithë këtë incizimin që e bëj edhe montimin e kësaj vetë. Edhe për pjesën e fotografimit, normal kam edhe punëtorët e mi, që va kam lënë atile. Këtë pjesë, nuk është se nuk e bëj fare, po ma shumë jam fokusuar këtë pjesë e video incizimeve. Sa e vështirë është të jetosh nga ky profesion sot? Është e vështirë shumë. Të them realisht është shumë, nga që pajisjet janë shumë të shtrenjta për t'i blerë. Normal, do të jesh me pajisjet më të mira, më të sofistikuara, jo vetëm të blesh për të lirave ose të përdorura, edhe ato janë dallohet kualiteti me njërë nga atyre të vjetrave dhe të rejave. Çdo vjet thuaj se dalin çdo herë një kamerë më e re, çdo herë kamerë më e re, edhe ato normal ti do të bësh update me ato, që të blesh, edhe ti çdo vjet të jesh hap me tregun, jo të shkele koha. Sakt. Edhe për ato neve çdo sezon fito investor. Dhe që në kupton, kjo nuk ka të ndalur asnjëherë, sepse çdo vit ka pajisje të reja. Po, dhe çdo vit është të u bën më e vështirë. Më e vështirë. Po, sepse për momentin ka një bujë të madhe pjesa e marketingut, pjesa e content creator, është shumë e zhvilluar, kërkohen shumë, sot dihet që 70% e punës është marketingu në një biznes. Po, shumë e vërtet. Tani ndoshta edhe kjo të ka ndihmuar edhe pak më shumë që talenti yt edhe të zgjerohet kaq shpejt. Ndoshta po, sepse në fillim kam filluar me reklamat për biznese. Nga biznese më të vogla deri te ato më të mëdha. Po ti ke marrë pjesë edhe në për koncerte të ndryshme. Edhe në koncerte. Thashë, ajo ishte fillimit, domethënë çdo herë të u zgjeroj. Nga shoqënia, për shembull, e komencizuar një biznes, ai ka pas shumë shoqëni, kush o ki djali ta shohim më thirr numrin atë këtë dhe normal secili pjesë e biznesit, secili pjesë e koncerteve, çdo send domethënë kanë thirr deri tash për incizim se doli emri shumë u bën, një rendi shumë mori hovë të madh. Mori hovë të madh. Më trego cili është ndryshimi më i madh i një fotografi të mirë dhe atij profesionist? Ndryshimi? Po. Një fotografi të mirë dhe fotografit profesionist. Po. Në fillim një fotograf do të di se çfarë aparati posedon në dorë. Domethënë do të di çfarë do të fotografoj. Për shembull, për ezom një objekt do të fotografosh, do të dish çfarë ndryshimi do t'i sjellësh, do të bësh settingsat në kontrollat në aparat të rregullosh, kualitetin të rregullosh dhe pastaj ka shumë punë edhe në editim. Domethënë kjo është dallimi që dikush vetëm e shtin në auto aty, e bën foton edhe e kryti. Edhe kualiteti dallon, domethënë për atij që e ka bën në auto dhe ky që e ka bën manual në mënyrë profesionale. Edhe normal dallon, domethënë kjo pjesa e profesionalizmit është diçka tjetër. Më trego sa është i rëndësishëm syri artistik krahas teknologjisë? Normal, duhet të kesh shumë sy për ta parë vizionin se çfarë do të bëjmë foto, nga cili kant, nga cila anë, cila pjesë del më e bukur. Domethënë kjo e ka pjesën më të rëndësishme, mendoj, që ta kapish këndin e fotografisë sa më bukur. Jo vetëm prej drejt bën edhe çash më. Po. Mendimi im. Domethënë, edhe kjo është gjithçka përgjithësi e një fotografi. Po, është shumë përgjithësi, domethënë sepse nesër atë foto do e shohin shumë persona, edhe do të vlerësojnë ato nga kualiteti, nga mënyra se si e ke bën e kështu me radhë. Më trego cili ka qenë projekti më i rëndësishëm ose më sfidues për ty deri më tani?
Nuk e di, nuk mund të caktoj ndonjë projekt shumë të rëndësishëm, pasi... Më sfidues atëherë, që ndoshta... Prap dhe të thoja, e kom pasur më të vështirë në fillim, kur nuk kisha pajisje profesionale, unë gjesha shumë në siklet, ishte shumë e vështirë, dhe më thënë, të dilje para disa videografe tjerë, ata me pajisjet edhe ti me një telefon, mirë po, me punë, thash, dhe më thënë, me vullnet, nuk mund të caktoj ndonjë, nuk më kujtohet për momentin diçka që e kom pas shumë të vështirë. Të them drejtën, nga se kam shumë përgjegjësi për të gjithë inqizime që kam bërë, më duken të gjitha të vështira. A ka ndonjë moment që nuk do ta harrosh gjatë xhirimeve apo fotografimeve? Ka disa momente, varet, momentet më fani, ato janë që kanë ndodhur, domethënë disa herë. Na tregon ndonjë moment fani, se sigurisht ke diçka. Momenti më fani është kur je shtrëngor, domethënë je fokusuar për ta bërë një inqizim sa më të mirë, edhe atë në një dasëm, edhe fokusohesh ta bësh inqizimin, ta kapish atë momentin më të rëndësishëm, edhe kur e shën në fund krejt për qefit se e kap, super, e ke bërë inqizimin, kur e shën në fund ke harruar ta shtypish atë pjesën rrec ku nisën inqizimi. Domethënë nuk e ke fare atë inqizim. Atë pjesën nuk e ke fare. Kjo domethënë ka qenë për mua pjesa më fani, por në ndërkohë edhe më e keqe. Se duhet ta mbulosh atë, me çka do ta mbulosh? Një gjë e tillë më ka ndodhur edhe mua një herë. Me telefon. Një e tillë ndash me telefon, duke menduar që po xhiroja diçka, ishte një urim për ditëlindje, ishte një surprizë, po e kam lëshu kamerën dhe duke menduar që po xhiroj. Në atë moment dhe unë ta shoh videon, e shoh që në atë moment duke ndal, duke bo stop, e shoh që unë vetë jam të lëshu tash. Masi që përfundoi gjithçka, edhe më e keqja ishte se ju thash të gjithëve mos hapni celular sepse nuk po du ta kuptoj që pi bëjmë surprizë, edhe veç unë ta gjëroj dhe nuk e kam atë pjesën fare. Nuk është fare. Unë paktën e ke në memorje. Në memorje, po. Ajo pjesa nuk është. Me kë preferon të punosh më shumë, individ, evente apo projekte artistike? Nuk mund t'i daj. Okej, kështu, me kë preferon ti? Nuk është që ti, unë e kuptoj që ti i bën të gjitha këto punë, sepse kjo është puna jyte, por ti, me çka ndihesh pak më i qetë, ndoshta më pak stresues? Më pak stresues është normal kur ke ekip. Ekip, po. Okej. Pasi ekipat të ndihmon, të mbulon për shumë pjesë të cilët ta shkurton edhe kohën. Se kështu nëse mundohesh vetë me bën gjithçka, edhe shumë kohë. Domethënë ti kur punon me një individ në evente ose projekte artistike, punon me ekip? Po, me ekip. Çdo herë jam me ekip. Domethënë kam edhe fotografin tim personal, kam edhe pjesët tjera që kujdesem, domethënë pjesën e dronit që vozitin kranit. E prej këtyre të trijave, cilën do e dalloj kështu, ndoshta është më e qetë pak për ty? Më e qetë janë këto pjesët ku nuk duhet ndonjë reklam, për shembull ndonjë reklam biznesi që më e qetë. Okej. Pasi nëse se kam shtyp recin aty, domethënë mund ta ngjitesh prapë. Te dasma se ne bësh këtë gamë. Nuk kam. Si përgatitesh për një xhirim apo set fotografik? Në mbrëmje, një natë më herët, domethënë do t'i vendosh krejt pajisjet në bateri të mbushën. Kjo është pjesa kryesore. Pjesa e dytë do të pjesën ku bëhet memory cardi, domethënë inqizimi, do t'i pastrosh krejt t'i kesh të pastra. Pastaj nuk është një pajisje, nuk është një aparat, janë disa. Domethënë për me vete i mbaj për herë 7 çanta që i kam krejt me pajisje. Janë të rënda? Janë të rënda shumë, sidomos edhe kur inqizon. Kjo domethënë njerë do ta bësh këtë një natë më herët, pastaj brenda ditës duhet të arrish një orë më herët ose gjysmë ore më herët në atë event që e ke për të inqizuar, duke i rregulluar me settingsa, duke i rregulluar pajisjet, duke parë ndoshta mund të shohësh ndonjë pajisje që është dëmtuar rastësisht, sepse ato janë teknologji, ajo dëmtohet, është normale, por deri tash shiqir Zotit nuk ka ndodhur diçka të dëmtohet fatale ose diçka shumë e keqe, krejt jemi në rregull edhe me inqizimin, edhe me krejt. Të ka ndodhur ndonjëherë të kesh xhirim në ndonjë qytet tjetër dhe ti të kesh harruar një pajisje të vogël për që do luante një rol të rëndësishëm? Sa po më ndodhi, domethënë isha para një muaji para sezonit së dimrit isha në Zvicër, në një inqizim të thirrën për një biznes të reklamoja. Isha me kolegun tim, edhe ai kena marrë, këtë i kontrollon, po këtë në rregull, okay. Sa arritëm atje, vazhdojmë në tek biznesi që kam të inqizojmë. I hapim pajisjet, domethënë ajo ishte kaq e vogël, ishte ajo pajisja të cilën do desh, po është shumë kyçe, domethënë në pat nuk mund të inqizosh. E kisha harruar se kishëm, edhe vazhdova e gjesh çfarë.
Do me thënë... Do me thënë patë pa isin, vazhdojsh këtë mënyrë tjetër. Mënyrë tjetër, okej. Do me thënë për herë ka ndë një mënyrë. Okej. Më trego sa rëndësi ka drita në punën tënde? Shumë. Onë shumë e rëndësishme. Pjesa e dritës është shumë e rëndësishme. Sidomos në një ambient të erët. Në një ambient të erët nëse incizosh, pa tjetër e ketë kesh të paktën një dritë të vogël. Nëse jo të madhe, barëm një të vogël, sepse është shumë do t'ja bësh settingsa nga brenda aparatit, të më thënë t'ja bësh dritë manuale, të cilën kualiteti i ullet asaj. Kurse me ndryqim, e ke kualitetin më të pastër. Më të lartë. Më trego të pëlqen më shumë të bësh video dhe fotografi gjatë ditës, gjatë natës? Gjatë ditës. Gjatë ditës. Gjatë ditës nga që drita natyrale më pëlqen më shumë. Është me bukur. Gjatë dritës natyrale, a preferon të përdorësh edhe ndonjë dritë tjetër? Në disa raste po, duhen, nga që mund të kese ndonjë pjesë ku nuk e kap drita e diellit si duhet, kështu që detyrohesh të kesh edhe dritën tënde artificiale. Më trego, a planifikon gjithçka apo lë vend për spontanitet? Djalon spontanitetin. Dhe me thonë, si ku në rastin e para disa ditëve, që vetë se kishte ndodhur. Sa ka ndryshuar rrjetet sociale në mënyrën se si punohet sot? Gjithçka sot punohet me rrjetet sociale. Do të thonë unë shpesh edhe rezervimet që mbahen, unë kam lënë edhe numër telefoni, më shumë më shkojnë në rrjetet sociale se sa në telefon. Më thënë, është shumë efektive sot rrjetet sociale si Instagrami dhe TikToku, Facebooku janë shumë efektiv. Më trego, a mendon si Instagrami apo TikToki po e ndihmon apo po e dëmton fotografinë? Mendoj se e ndihmon. E ndihmon? Po, e ndihmon shumë. Për ata profesionistët që e kuptojnë pjesën e video, se ka edhe disa videograf ose disa video të cilët i shoh, veç e ka bënë që aty të postoje, ajo nuk është profesionale, po ajo për vetë thotë mirë është. Po. Domethënë ka edhe të mirën edhe të keqen, por më shumë është ka e mira. Po më trego se çfarë mendimi ke për inteligjencën artificiale në foto dhe video? Për momentin është të bon, domethënë shumë është e zhvilluar dhe videografët, por më shumë fotografët për momentin janë të përdor shumë. Pak më herët ishte një foto, kisha bën një foto, mirë po ndriçimi nuk ishte si duhet. Edhe normal kemi AI-n, e pyeta domethënë për një ndriçim të ma bëjë si në studio, sa ma profesionale, dhe e boni, si me qenë e bon... Me të vërtet. A mendon që inteligjenca artificiale tashti do e ndihmoj njerëzit së të mos për fotografi profesionale, që mos të rasin më fotograf? Kjo është e vërtet që thu, vetë se është të shku ka kjo rrugë, por... Cili është mendimi yt në këtë rast? Mendimi im, inteligjenca artificiale prapë ngelet inteligjencë artificiale dhe nuk është natyrale. Edhe fotot që i realizojmë ne, në për fotosesione të çifteve, pa marrë parasysh në vendet të ndryshme, me personat të ndryshëm, neve edhe klientëve u thojmë, domethënë, sa ma natyrale, aq më mirë. Edhe ne kur i realizojmë, i bëjmë sa ma natyrale që të duket edhe personit të vrehet ashtu si je. Jo me inteligjencë artificiale të rregullojsh, edhe pastaj ta deformon fytyrën krejt ose ta trupin e ku e diçka. Definitivisht. Domethënë, unë jam me natyralen për herë. A mendon që po bëhen atë video reale nga inteligjenca artificiale që njerëzit mos mund të dallojnë? Për momentin po, vetë se vrehet. Mirë, po ka disa video që me të vërtet nuk vrehen fare. Nuk vrehen, një numër i madh i video janë të ashtu. Ose fotot. Por kam bërë një pajisje tjetër, domethënë një detektiv të cilën e detekton se videoja është AI edhe ta nxjerr poshtë, domethënë, sepse kjo video mos i beso se është AI. Domethënë mund të jetë shumë e rrezikshme për ndonjë video shumë e rrezikshme ose për atë personin, edhe ta detekton, domethënë vetë se duhet të fokusohesh të shkruash se kjo video është AI dhe mos i beso. Okej. Çfarë këshille do t'ju jepet të rinjve që e duan këtë profesion? Të rinjve doja këshillën që të vazhdojnë, mos të ndalen, domethënë as pak, edhe pse ky lloj biznesi është shumë i shtrenjtë, edhe pse do shumë punë, domethënë ditën incizo, mbrëmje monto, është shumë pak se ngjesh kohë për veten tënde dhe për familjarët, është shumë e vështirë, por mos të ndalen, sepse një ditë do të
Do të vi koha do të kthehet e gjithë kjo punë që bëjmë. A është e rëndësishme shkolla apo praktika në këtë fushë? Në këtë fushë është më e rëndësishme praktika. 90% në praktikë, 10% shkolla. Më trego cilë është gabimi më i shpesh që e bëjmë fillestarët? Që fillojnë drejt të inqizojnë në automatik. Dhe më thënë si e ka aparati, apo kamera ka një pajisje auto, dhe ajo të regulon automatikisht ngjyrën, të regulon ndryqimin krejt edhe inqizon. Edhe nga ajo i vjen më lehtë, sepse nuk e lodhën veten të reguloj vetë dritën, të reguloj vetë dritën, settingsat e kështu me radhë. Edhe për këtë arsye mos ta bëjnë këtë gabim, po të mësohen ashtu siç duhet në mënyrë profesionale. Okej, Albert, tash të kthejmë pak të këtij me disa pyetje. Më trego se si është Albert Çanga i jashtë videos, jashtë kamerës. Në jetën reale, tash të lam anash profesionin. Si je ti? Si jam unë? Si do të cilësoj shoqëria, që je fani, je serioz, nuk pranon shaka, bën shaka? Të gjitha ka pak, mundohemi, normal. Me shoqërinë e afërt normal jam shumë fani, e din krejt shoqëria se si jam. Kurse me njerëz normal, shife, kjo pjesë është pakës më delikate, sepse edhe unë nuk e harroj se në njerëz se si jam me njerëzit, si duhet të silem, nga që puna ashtu e bën veten. Më shumë kam stresin dhe obligimin që përgjegjësinë ndaj punës. Edhe kur jam duke biseduar me ndonjë person, për shembull bisedojmë për incizimin se çka duhet bëhet nesër mbas nesër, ose nëse kam dalë të bëj pak qef me shoqërinë, edhe e kam në mendje se nuk e kam kryer një montim të një darsme apo më ri mendja për herë atje. Do të fokusohem, nëse nuk e kryej punën, nuk mundi të jem në qef siç duhet. Më trego se çfarë të frymëzon më shumë në jetë? Çka më frymëzon? Cila është arsyeja që sot je këto? Arsyeja që jam këtu. Çfarë të ka frymëzuar, çfarë të ka motivuar? Normal, kam dashur çdo herë të kem një biznes tim personal. Për herë jam fokusuar të arrij diçka në jetën time. Dhe nuk e kam besuar, siç thash edhe më herët, se kam besuar se do të arrij këtu ku jam. Por frymëzimin e gjeta gradualisht gjatë rrugës, domethënë puno nga pak, me pak sukses, me pak punë, me andej, këndej, edhe normal arrita këtu ku jam. Kjo është. Për 4-5 viteve e gjeta veten me një studio të re, nga një telefon 12, iPhone 12 Pro. Por pas 5 viteve ku e sheh veten? Pas 5 viteve mendoj të hapi edhe një kurs. Mendoj, pas 5 vite të kem kursin tim, të mbaj student në zënas që t'i mësoj ashtu siç duhet në mënyrë sa më profesionale incizimin ta bëjnë dhe fotografimin normal. Më tregohet për çfarë më shumë fotoja apo videoja? Më duket më thej që videoja. Po. Unë jam ka video më shumë. Drita natyrale apo artificiale? Natyrale. Canon, Sony apo Nikon? Sony. Gjithë pajisjet i kam Sony. Sony, do të thonë, është më e mira? Po. Edhe kamera e iPhone-it vetë ka. Apo? Kamerën e Sony-t. Okej. Projekt personal apo komercial? Të dyja, po edhe personalin, okej. Albert, ishe kreacie veçantë me të vërtet që të kisha të ftuar sot dhe që biseduam pak më tepër rreth profesionit tënd, po besoj që ka qenë edhe frymëzim edhe për gjithë ata të rinj të cilët e duan këtë fushë dhe po mendojnë ose nuk kanë mjete dhe friksohen dhe se mendojnë që pa kamerë profesionale nuk mundemi të fillojmë. Ti je shembulli më i mirë për gjithë ata cilët duan, sepse nëse ti don, mund të arrish sukses. Uroj që me këtë mesazhin, me këtë bisedë që bëm, dikujt t'i shkojnë në vesh kjo. Dhe nuk dyshojnë atë. Dhe që t'ja nisej më njëherë punës që don të arrijë edhe ai diçka. Falemnderoj shumë që ishe pjesë e emisionit tonë. Faleminderit juve për ftesën. Shpresojmë që mbas 5 viteve të takohemi dhe ta tregosh për kursin që po realizon. Shpresoj. Të dashur miq, kjo ishte sa i përket bisedës. Ne tani do të shkëputemi për disa minuta dhe do të rikthehemi sërish në studio.